Irani ka shtuar në javët e fundit përpjekjet për të siguruar dhe izoluar rezervat e tij të uraniumit të pasuruar, pothuajse deri në nivelin e nevojshëm për armë bërthamore. Sipas burimeve të inteligjencës amerikane, disa tunele janë shembur qëllimisht dhe në hyrje janë vendosur mina, çka e bën shumë të vështirë dhe të rrezikshme qasjen tek këto materiale. Rreth gjysmë ton uraniumi pasuruar dyshohet se ndodhet i bllokuar në këto zona, dhe kjo i komplikon dhe më shumë planet e Shteteve të Bashkuara për sekuestrimin e tij. Planet të cilat janë përmendur më herët dhe nga presidenti amerikan Donald Trump. CNN thot se zhvillimet të tilla e vështirësojnë dhe vetë arritjen e një marrëveshjeje SBA-Iran, pjesë e kërkesave të së cilës është dhe dorëzimi e shkatërrimit i materialit bërthamor. Por edhe Teherani vetë, sipas ekspertëve, mund të përballet me vështirësi të mëdha për të mbërritur te materialet në fjalë, pa pajisje të specializuara dhe operacione çminimi. Një pjesë e rezervave besohet të jetë vendosur në komplekse të shembura në Isfahan, ndërsa pjesa tjetër ndodhet në zona të tjera të cilësuara si të sigurta. Zyrtarët amerikanë ndërkohë kanë diskutuar një marrëveshje sipas së cilës Irani do të dorëzonte uraniumin për shkatërrim, por kushtet ende mbeten të paqarta dhe të diskutueshme. Ekspertët paralajmërojnë se këto masa mund të japin Iranit mundësi të fshehtë ose ta bëjë të paarritshme një pjesë të materialit nuklear.